Të nderuar teleshikues, të dashur, më kishin ja ku takon përse në emisionin Katekizmi i Krishter Ortodoks, por të kujtuar ky është emisioni i 14. Në këtë emision do të flasim për lumurimet. Dhe lumurimet i tha goja e Krishtit në predikimin e tij në Magj dhe të Ungjillit sipas Mateu dhe sipas Kishës, ky është mësimi i përmbledhur i jetës shpirtërore. Duhet dim se vetëm Perëndia është një qenie e lumtur nga vetvetja dhe lumturinë e marrin nga Perëndia çdo krijesë. Dhe këtu flasim për njerëzit, të cilët e fitojnë këtë lumuri nga duke besuar në Perëndin, duke zbatuar porositë e Perëndisë dhe duke bashkuar me Perëndin. Te kjo ndodh nga Perëndia atë me anë të Birit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Dhe kush janë këto lumurime? Lumurimi i parë, lumë të varfrit në shpirt sepse tyre është mbretëria e qiejve. Lumurimi i dytë, lumë ata që vajtojnë se ata do të ngushëllohen. Lumurimi i tretë, lumë ata që janë të butë se ata do të trashëgojnë dhën. Lumurimi i katërt, lumë ata që kanë uri dhe etje për drejtësi se ata do të ngopen. Lumurimi i 5, lumë të mëshirshmit se ata do mëshirohen. Lumurimi i 6, lumë të pastërtit nga zemra se ata do të shohin Perëndin. Lumurimi i 7, lumë paqebërësi se ata do të quhen bijtë e Perëndis. Lumurimi i 8, lumë ata që janë të përndjekur për drejtësi se tyre është mbretëria e qiejve. Dhe lumurimi i 9, lumë ju kur t'ju shajnë e të ndjekin e thonë çdo fjalë të lig kundër jush, duke gënjur për mua, gëzoni dhe ngazmoni se paga juaj do të jetë e shumë në qiej. Le të flasim pak për çdo lumurim. Lumurimi i parë, lumë të varfrit në shpirt se tyre është mbretëria e qiejve. Kuptimi i lumurimit të parë do të thotë se ata që duan të trashëgojnë mbretërinë e qiejve duhet të jenë të përulur në mendje. Pra, ky lumurim nuk ka të bëjë thjesht me varfërinë fizike, sepse ka njerëz të cilët janë të varfër fizikisht, por janë egoistë dhe krenar dhe nuk janë të përulur. Ky lumurim i parë është kushti thelbësor për gjithë përparimin dhe rritjen shpirtërore të njeriu besimtar. Dhe të jesh i varfër në shpirt do thotë të njohësh qartë se nuk ke asgjë që nuk e ke marrë nga mëshira dhe nga hiri i Perëndisë. Dhe kjo quhet një varfëri e bekuar ose vetë zbrazje. Domethënë, të jesh i varfër në shpirt do thotë të jesh i zbrazur nga krenaria, besimi në fuqinë e mendjes tënde. Do thotë të shlirohesh nga gjitha mbështetjet në idetë, opinionet dhe dëshirat e tua. Kush është shembulli unikal i të varfrit në shpirt është vetë e tërshenëta gjithmonë e vjegjëra i plotë zonja Shmëri. Pavarësisht se është më e bekuar nga gjitha gratë dhe njeriu që nuk mëkatoi në jetën e vet, pra njeriu më i shenjtë që ka ekzistuar në këtë botë, përsëri ajo kishte një mendje të përulur për veten e vet. Dhe e mbushur nga shpirti i shenjtë, ajo thotë: ai Perëndia veproi pushtetshëm me krahun e vet. I shpërndau krenarët me mendimin e zemrës së tyre. I përmbysi pushtetarë nga frontet e tyre. I mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duar bosh të zbrazë. Prandaj, të dashur më Krishtin, nëse neve duam të kemi vazhdimsinë e jetës shpirtërore, do të kemi një themel të fortë. Themeli jetës shpirtërore është porosia ose mendja e përulur. Mbi këtë themel ngrihen virtutet e tjera: besa, shpresa dhe dashuria. Pa pasur themel, ne nuk mund ta ndërtojmë shtëpinë e virtutit dhe nuk mund të arrijmë te dashuria, që më themi është çatia e kësaj shtëpie të virtutit. Dhe do të bëjmë kujdes sepse djalli ra nga parajsa nga krenaria bashkë me demonët, po nga krenaria ai hoqi nga parajsa toksore Adamin dhe Evën, po nga krenaria ka rrëzuar shumë njerëz. Prandaj të bëjmë kujdes me mendimin krenar dhe mos pranojmë dhe gjithmonë të kërkojmë të kemi një mendje të përulur dhe të zbrazemi nga egoizmi, nga krenaria me pendim dhe me rrëfim. Dhe atëherë do fillojmë shkallën e parë të lumurisë. Kush është lumurimi i dytë? Lumë ata që vajtojnë se ata do të ngushëllohen. Kuptimi i lumurimit të dytë është që i krishterë jo vetëm ai vajton për mëkatet e tij dhe kjo vjen nga që ka një mendje të përulur, por ai duhet vazhdoj të helmohet vazhdimisht për to, sepse Zoti Krisht e filloi predikimin e tij duke thënë: "Pendoni se u ofrua mbretëria e qiejve." Fjala pendoni nuk thotë pendoni çast. Pendohu vazhdimisht në të gjithë jetën tënde. Ne gjithmonë kemi nevojë për pendim, gjithmonë kemi nevojë të qajmë për mëkatet tona, sepse mëkatet tona na ndajnë nga dashuria e Perëndisë, ne mbi të gjitha hidhërojnë dashurinë e Perëndisë. Prandaj gjithmonë do të jemi në një pendim të vazhdueshëm. Dhe nëse një njeri është i varfër në shpirt, si thamë më përpara, i shtiruar nga epshet fizike dhe shpirtërore të kësaj bote, ai detyrimisht do të vajtojë dhe do të qajë për kushtet e njeriut, duke parë realitetin e kësaj bote pa Perëndin, botën e roboruar nga imagjinatet e saj, bota që mendon vetëm për pasuri, për begati, por që në vetvete nuk ka asgjë, është qyqare, mjerane, e varfër, e verbër dhe e zhveshur. Pra, njeriu shpirtëror jo vetëm vuan
për mëkatet e tij, për gjendjen e tij ku e rrezoi mëkati, por ai vuan edhe për njerëzit dhe për botën e mëkatit. Ashtu si dhe Zoti Jezu Krisht qau përpara varrit të Lazarit. Ne dimë që Zoti Jezu Krisht vajti ta ngjalli Lazarin. Por pse qau Zoti Krisht? Qau kur pa natyrën e rëndë të njeriu, natyrën mëkatare e cila përfundoi në vdekje. Jo vetëm njeriu, por dhe gjithë bota lëngon në peshën e mëkatit. Prandaj kjo është dhimbja që kishte Zoti Jezu Krisht për njeriu dhe për botën. Këtë dhimbje, këtë vajtim duhet ta ketë edhe njeriu besimtar, njeriu shpirtëror. Ashtu siç thot edhe apostulli Pavli. Trishtimi sipas Perëndis në fakt sjell pendim dhe shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Kjo fjalë e apostullit Pavlit është një tregues se ne vërtet duhet trishtohemi, por jo sipas botës, e cila sjell dëshpërim dhe vdekje, po sipas Perëndis. Siç thamë sipër, ne duhet vajtojmë për gjendjen tonë mëkatare, për mëkatet e njerëzve, për vetë botën e rënë në mëkat, por kjo nuk do të bëhet me një dëshpërim, pra me një gjendje pa shpresë. Ne shpresojmë tek mëshira për dëllimi i Perëndis, fuqia e Perëndis. Vetë Zoti Jezu Krisht erdhi pra për të falur mëkatet e njerëzve, për të restauruar natyrën e tij, natyrën njerëzore në veten e tij, për të krijuar një qiell të ri dhe një tokë të re. Kjo është shpresa që na jep gëzim. Dhe sa herë që neve pendojmë për mëkatet tona dhe të tjerëve dhe të botës, neve marrim një gëzim brenda vetes, sepse marrim atë shpresën që të gjitha në Perëndin falen dhe rregullohen. Shon Johani Shkallës thotë: "Mbaje fort pikëllimin, gëzimin e bekuar të vajtimit, dhe mos pusho së punuari në atë derisa të ngresh lart mbi gjithçka të kësaj bote." Pra, qëllimi i vajtimit të bekuar për veten dhe për tjerët, siç tham, nuk është dëshpërimi dhe bretja e ndërgjegjes, por shpëtimi dhe shërimi. Është vajtimi që shkakton gëzimin për shpëtimin ton dhe të afërmit. Le të japim një shembull nga një histori në Jerendiko, ku na thuhet se një bir shpirtëror, një murgjeri vajti te ati i tij dhe i tha: "At mëkatova, u rrëzova." Dhe atëherë ati, për t'i dhënë, kur ai thotë: "Ço bir", pra pendohu, rrëfeu, vajto për mëkatet tua. Dhe ai tha: "At, unë përsëri u rrëzova." "Po përsëri ço", i tha. "Por përsëri u rrëzova, përsëri ço bir." Dhe i thot: "Deri kur o At?" Atëherë ati tha: "Lutu Perëndis që të gjej deri në fund në pendimin e bekuar." Prandaj të dashur më Krishtin, asnjëherë mos heqim dorë nga pendimi dhe vajtimi, sepse kjo na sjell gëzimin dhe ngushëllimin nga Perëndia. Le të vazhdojmë të flasim edhe për lumurimin e tretë. Ata që janë të butës, ata do të dashkojnë mbretërinë e qeve. Kuptimi i lumurimit të tretë është që krishterini nuk do të jetë i egër dhe gojkeq, por i ëmbël, i butë, sepse këta do të trashëgojnë edhe ënë, pra këta do të trashëgojnë këtë jetë, por mbi gjitha do të lumurohen në mbretërinë e qeve, pra në jetën e pasosur. Zemërbutësia është një zotrim thelbësor i personit shpirtëror. Vetë Zoti Jezu Krisht ishte zemërbut. Ai ishte bir i Atit, por çfarë thot për vete? Çdo gjë që më është dhënë në qiell dhe mbi dhe nga Ati im. Dhe merrni mbi vete, thot, zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra. Dhe do gjeni prerje për shpirtrat tuaja, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Vetë apostujt e Krishtit, pra nxënësit e Krishtit, mësuan nga zemërbutësia e Krishtit. Ja çfarë thot apostulli Pavli, sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazira dhe do të gjetë gjithfarë vepra shtëqësia. Kurse dituria që vjen nga lart, do thot më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira. Të jesh zemërbut do thot të jesh i mirë dhe i butë, të jesh i zbrazët nga egoizmi. Do thot me një fjalë të mos thesh kur të keqen me të keqe, por gjithmonë në çdo gjë ta mundësh të keqen me të mirën, të mos besosh dhe të largosh çdo mendim dhe veprim për dhunë të jashtme, që në çdo gjë dhe në çdo rast mund të prodhojë rezultate të këqija. Dhe ja çfarë thot Zoti nëpërmjet profetit Isaia: "Mbi kë pra do ta kthej shikimin tim? Mbi atë që është zemërbut dhe i qetë, që dridhet nga fjala ime. Në zemrat e buta Zoti gjen preje, po një shpirt i trazuar është një vend i djallit." Prandaj të dashur me Krishtin, do të kemi kujdes për motivet e zemrës dhe të kemi një zemër të butë, sepse nga zemra del edhe egoizmi, krenaria, edhe armiqësia, por edhe nga zemra del edhe porësia, butësia dhe mirësia. Por le të flasim edhe për lumurimin e katërt.
lumë ata që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Kuptimi i lumërimit të katërt është që krishteri duhet të ketë uri dhe etje për drejtësi. Do me thënë, do të dëshiroj më tepër drejtësinë dhe punët e mira, edhe atëherë ai do të ngopet dhe do të trashëgojë lumturinë e pasosur. Të flasës saktësisht, ky lumërim i Zotit bekon jo drejtësinë, sepse drejtësia është e lumur, se vetëm Perëndia është i drejtë, por kërkuesit e drejtësisë, pra lumëron besimtarët. Lumë ata që kanë uri dhe etje për çfarë? Për atë që është e drejtë dhe e mirë, dhe kështu ata marrin bekimin e Perëndisë. Vetë Zoti Krisht thotë: mos u shqetësoni, pra duke thënë çfarë të ham ose çfarë të pim, ose çfarë do të vishemi, sepse janë paganët ata që kërkojnë gjëra të tilla. Ati qellor e di mirë se ju keni nevojë për këto gjëra, por para se gjitha shkërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe gjitha këto gjëra do t'ju shtohen juve. Prandaj të dashur me Krishtin, këtu ne mësojmë një mësim të madh. Ka njerëz që i kanë të gjitha të mirat e kësaj jete, por nuk janë të lumtur. Prandaj dhe ata shpikin mëkate deri në perversion përtej ligjeve të natyrës, sepse duan të përmbushin veten e tyre. Po ku është gabimi i tyre? Njeriu nuk përmbushet, nuk lumturohet me mëkatin, sepse mëkati në vetvete nuk ekziston. Është e kundërta e të mirës. Prandaj dhe këta njerëz ku nuk janë të ngopur. Kurse besimtari, i cili kërkon mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, pavarësisht se ka gjëra të pakta të kësaj bote, dhe privohet nga ato, ai është i lumtur, është i ngopur dhe mjaftohet vetëm me gjërat e domosdoshme. Pra, ky mësim shpirtëror do të thotë se personi besimtar jo vetëm që duhet lëviz prej padrejtësisë në drejtësi, por do të lëviz përjetësisht në Perëndinë, tek përsosja gjithnjë e më e madhe. Uria dhe etja në këtë mënyrë janë karakteristika themelore e shpirtit të gjallë të personit të drejtë. Pra, asnjëherë ai nuk do ngjejë një ngopje ose përmbushje në kuptimin e mirë të fjalës, po gjithmonë do të kërkojë dhe do ketë uri dhe etje për drejtësinë, pra për Perëndinë. Pra është një uri e vazhdueshme për Perëndinë. Kjo është ajo që e mban të bashkuar besimtarin me Perëndinë. Ai gjithmonë e kërkon, ashtu si i dashuri kërkon të dashurën e vet. Kështu edhe ne kërkojmë Perëndinë dhe që të jemi gjithmonë me atë. Pra, kjo është dinamika thelbësore e jetës shpirtërore. Është kënaqësia e rritjes së përhershme në bashkim me Perëndinë. Të kesh uri dhe etje për drejtësi për Perëndinë e gjallë është jeta shpirtërore. Të mbushesh dhe të kënaqesh me diçka tjetër të kësaj bote mëkatare është vdekja për shpirtin. Le të flasim dhe për lumërimin e pestë, lumë të mëshirshmit, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Kuptimi i lumërimit të pestë është jo vetëm nuk duhet të rrëmbejmë gjërat e tjerëve, pra të vjedhim, por përkundrazi ne do të japim nga tonat tek të tjerët, pra do të jemi njerëz të përdollyeshëm, njerëz që bëjmë lëmosh, se kështu do të përdollemi dhe të mëshirohemi nga Zoti. Të jesh i mëshirshëm do të thotë të jesh i ngjashëm me Perëndinë. Në shkrimin e shenjtë na thuhet se çfarë është natyra e Perëndisë. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i gatshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Gjithashtu dhe mësimi i Zotit Jezu Krisht në predikimin e tij në mal thotë: doni armiqtë tuaj, bëjni mirë atyre që ju marrin borxh, pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërbimi juaj do të jetë i madh dhe do të jeni bijtë e shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosminjosit dhe të mbrapsht. Po ashtu Zoti Krisht vazhdon dhe thotë: jini të mëshirshëm sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Të jesh i mëshirshëm nuk do thotë të justifikosh falsitetin dhe mëkatin. Nuk do thotë të jesh tolerant për marrëzinë dhe të keqen. Nuk do thotë mos bësh re pa drejtësinë dhe pa udhësinë. Perëndia nuk është në këtë mënyrë. Perëndia është i dashur, por Perëndia është i drejtë. Të njëjtën gjë thotë edhe për besimtarin. Të jesh i mëshirshëm do thotë kesh dëmshuri për keqbërësin, dhe të di keq për ata që janë kapur nga prangat e mëkatit. Do thotë të heqësh dorë nga çdo vetdrejtësim, nga çdo vetgjyqësi dhe vetjustifikim në krahasim me të tjerët. Do thotë mos pranosh të dënosh ata që të bëjnë keq, por t'i falësh ata që dëmtojnë ty, shkatrojnë jetën tënde dhe të afërmit e tu. Dhe do të thotë gjithmonë të thuash fjalët: fali fajet tona o Zot, ashtu si ne i falim fajet e të tjerëve. Sipas Jesuit, personi shpirtëror duhet të jetë i mëshirshëm, se dhe ai ka nevojë për mëshirën e Zotit. Nuk ka njeri pa mëkat, nuk ka njeri që nuk ka nevojë për mëshirën e Perëndisë. Prandaj ai që kërkon mëshirën e Perëndisë gjithmonë duhet të mëshirojë të tjerët. Përgjithsisht njeriu do të jetë në dispozicionin e mëshirës së Perëndisë.
Në çfarëdo stadi dhe zhvillimi shpirtëror që jetë një besimtar, ai gjithmonë do të lutet me atë lutje që është dhe lutja bazë e kishës, mëshiro o Zot. Më i shenjtë personi më e madhe është ndjenja e padrejtisë për mëkatet. Më e fortë është varësia e tij në mëshirën e Perëndisë. Dhe më tepër ai është i mëshirshëm ndaj dobësive të tjerëve. Të dashur më Krishtin, këtë shikojmë tek shenjtorët. Shenjtorët kishin arritur virtute shumë të larta, por shikonim që gjithmonë ata pendoheshin, vajtoheshin ose vajtonin për mëkatet e tyre dhe kërkonin mëshirën e Zotit. Në pamje të parë kjo duket edhe pak si hipokrizi, por kjo është një realitet që e kuptojnë shenjtorët. Domethënë, sa më shumë ata drejtoheshin tër shenjtërisë së Perëndisë, aq më shumë shikonin mëkatet dhe padrejtinë e tyre. Ashtu si njeri sa më shumë i drejtohet një dritë të fortë, aq më e fortë bëhet edhe errësira. Prandaj dhe shenjtorët gjithmonë ishin në një gjendje pendimi, vajtimi dhe porosië dhe butësie ndaj mëkatarëve, ndaj të tjerëve, sepse ata gjithmonë e shikonin nevojën për mëshirën e Perëndisë. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë edhe ne. Sa herë që neve kemi përpar një njeri i cili e ka bërë keq dhe nxitemi në atë instinktin e vetmbrojtjes për të marrë hak, atëherë ne duhet kujtojmë ato fjalë që tha Zoti në kryq. Fali o Zot se nuk di çka bëjnë. Dhe atë çfarë tha dhe Zoti, siç e tham te lutja zotërore aty, o Zot fali fajët tona sikurse edhe ne I falim fajtorët tanë. Dhe në qoftë se thot nuk I falni fajtorët tuaj, as ati juaj nuk do t'i fali mëkatet tuaja. Por le të flasim edhe për lumurimin e 6. Lumurimi 6 thot: lumë të pastër nga zemra sa ata do të shohin Perëndin. Kuptimi I lumurimit të 6 është se ata që janë të pastër nga zemra, pra të larguar nga dëshirat e liga, ata do të mund të shohin Perëndin. Fjala të shohësh Perëndin do thotë të jesh I ngjashëm me Perëndin. Pra, njeriu që pastron zemrën, mbushet me hirin e Perëndisë, bëhet I ngjashëm me Zotin dhe shikon Zotin. Pastërtia e zemrës do thotë I shliruar nga të gjitha motivet dhe qëllimet e mëkatshme, do thotë mos kesh asnjë interesim të padenjë dhe asnjë dëshirë egoiste. Do thotë të jesh krejtësisht I shliruar nga çdo gjë që verbon dhe erëson mendjen dhe kështu ti mund ta shohësh Perëndin. Do thotë të kërkosh vetëm një gjë, fytyrën e Zotit. Kjo është pastërtia e zemrës, siç na thuhet edhe tek psalmet. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot, mos ma fshi faqen tënde. Shembull për një zemër të pastër është e tërshenjta, gjithmonë e vigjera zonja Shëmari, e cila është e papërlyer, jo thjesht nga qashtërsia e saj, djersia e saj trupore, por nga ajo shpirtërore. Zemra e saj ishte e pastër. Mendja e saj ishte e lirë, shpirti I saj madhëronte Zotin, fryma e saj ngazëlloi më Perëndin, shpëtimtarin e saj. Trupi I saj I qashtër ishte tempull shpirtëror, kështu Perëndia vështroi porosinë e saj dhe bëri gjëra të mëdha tek ajo. Kështu me pastërtinë e saj, ajo mund të thoshte Perëndis, u bëf mi mua sipas fjalës sate. Në traditën shpirtërore të kishës sonë ortodokse, pastërtia e zemrës është një kusht thelbësor për bashkim me Perëndin. Si thot edhe Shën Grigori I Nisës. Ju duhet pastroheni me anë të një jete të virtutshme, dyrësinë që është ngjitur në zemrat tuaja si një allçi, dhe atëherë bukuria hyjnore do ndriçojë përsëri. Të dashur më Krishtin, ne duhet dimë se ne jemi të krijuar sipas ikonës Perëndis. Njeriu u krijua që të reflektojë hirin e Perëndis, por ne nuk reflektojmë Perëndin për shkak të mëkatit, dhe mëkati është një baltë, si një allçi, si na thot Shën Grigori, që e ka zënë këtë pasqyrë. Prandaj dhe ne duhet ta pastrojmë veten nga mëkati me anë të pagëzimit, me anë të mirësisë, me anë të misterëve të kishës, me anë të pendim rrëfimit, dhe atëherë njeriu fiton pastërtinë e zemrës. Dhe kur flasim pastërtinë e zemrës, flasim për shpirtin, dhe atëherë njeriu bëhet një pasqyrë e kristalt që pranon e Perëndis dhe e transmeton, ashtu si një gur diamanti. Le të flasim edhe për lumurimin e 7. Lum paqebërësis, sepse ata do të quhen bijtë e Perëndis. Kuptimi I lumurimit të 7 është që I krishteri jo vetëm nuk do të jetë shkak konfliktesh midis njerëzve, por përkundërsi, ai do të përpiqet të sjellë paqe midis njerëzve. Atëherë do të quhet një bir perëndie. Krishti është princi I paqes. Ai solli paqen e Perëndis tek njerëzit. Vetë Zoti Krisht tha: "Unë po ju lë paqen, po ja paqen time. Unë po jap jo si jep bota." Paqja është një nga frutet e Shpirtit të Shenjtë, ashtu si thotë dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Galatasve. Paqja e Perëndis, e cila ka përcen çdo mendje. Kjo është paqja e kuptuar si shqirim nga pasionet, e cila nuk mund të arrihet pa veprimin e Shpirtit të Shenjtë. Ai është paqja që ekziston tek njerëzit besimtar, edhe në situatat më të tmerrshme, në vuajtje dhe në vetvdekje.
Po si mund të kuptojmë fjalët që tha Krishti? Mos mendoni se erdha të sjellë paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjellë paqen, por shpatën. Paqja e brendshme e Perëndis nuk është mungesa e konfliktit të jashtëm. Paqebërësit e Perëndis nuk janë ata që janë të çliruar nga përpjekjet e mëdha të jetës, ose ata që nuk mund të shkaktojnë mungesën e heqjes së luftës ndërmjet njerëzve. Krishti nuk bëri këtë. Përkundrazi, vetë princi i paqes i thot popullit të tij se ai do të jetë shkak konfliktesh midis njerëzve. Paqebërësi i bekuar është ai që sjell dëshminë e Krishtit dhe merr kryqin e tij dhe humbi jetën e tij për Zotin pa frikë dhe pa ankth. Është ai që hyn në çdo konflikt njerëzor deri në fundin e kohës, i forcuar me paqen e Perëndis. Është ai që nuk e mohon Zotin, as nuk e njollos të vërtetën e tij nga ushtrimi i dhunës, por mbar dëshminë dhe paqen e Krishtit në mes të konfliktit, dhe kjo është ajo pra paqe që jep Krishti. Kështu, paqebërësi nuk i provokon të tjerë me zemërim dhe dhunë, përveç se nga e vërteta dhe dashuria e tij. Është ai që ia lë Zotit të gjitha hakmarrjet, është ai që ndjek Jesuin në mundjen e së keqes vetëm nga e mira. Ja çfarë thot apostulli Pavli: po të jetë mundur aq sa varet nga ju, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Mos u hakmerrni për veten tuaj o të dashur, po jepni vend zemërimit Perëndis, sepse është të shkruar: mua më përket hakmarrja dhe unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Le të flasim dhe për lumurimin e 8, lum ata që janë të ndjekur për drejtësi, sepse tyre është mbretëria e qiellit. Kuptimi i lumurimit të 8 është i krishteri duhet të ketë trimëri, të durojë ndjekje dhe vuajtje për drejtësinë, sepse atëherë ai do të trashëgojë mbretërinë e Perëndis. Duke dhënë këto fjalë, Krishti premtoi se ata që do shkojnë pas tij do të përdiqen me siguri. Kjo është një profeci qendrore e ungjillit dhe një kusht thelbësor për ata që pranojnë të ecin në gjurmët e Krishtit. Ja çfarë tha Zoti Krisht: kujtoni fjalët që ju thash. Shërbëtori nuk është më i madh se Zoti. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe juve. Nëse ka ruajtur fjalën time, do të ruajnë edhe tuajën. Të gjitha këto do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk më njohin mua dhe atë që më ka dërguar. Dhe apostulli Pavli thot: ata që do ecin në rrugën e Perëndis do përndiqen. Vetë apostulli Pavli ishte një nga më të përndjekurit, bashkë me apostujt dhe me gjithë krishterët në çdo kohë. Vojtjet e të krishterëve duhet pranohen me gëzim, me mëshirë dhe dashuri ndaj atyre që u shkaktojnë ato, pra ndaj armiqve tyre. Falja bujare dhe dashuria e persekutuarit ndaj persekutuesit është një kusht thelbësor për jetën shpirtërore. Pa të, gjithë vuajtja për hir të drejtësisë është e kotë dhe nuk na çon në mbretërinë e qiellit. Sepse vetë Zoti Krisht dha shembull duke thënë në kryq: fali o atë se nuk dinë çka bëjnë, duke na mësuar dhe neve: falni armiqtë tuaj, bëni mirë atyre që ju bëjnë keq, bekojni ata që ju mallkojnë. Dhe së fundi lumurimi 9 thot: lum kur t'ju shajnë e t'ju ndjekin, e të thonë çdo fjalë të keqe kundër jush, duke gënjur për mua, gëzoni dhe ngazlloni se paga juaj do të jetë shumë në qiell. Kuptimi i lumurimit të 9 është që krishteri duhet durojë të shara për emrin e Krishtit, sepse ai për këtë do shpërblet në mbretërinë e qiellit. Dhe gëzimi është një element të bazë të jetës shpirtërore. Është një nga frutet e Shpirtit të Shenjtë dhe nuk mund të ketë jetë shpirtërore pa gëzim. Apostulli Pavli thot: gjithmonë gëzoni në Zotin. Ja çfarë thot Zoti Krisht: po ti zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sepse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Gëzimi i krishterë nuk është një lumturi toksore, kënaqësi apo qef, por është gëzim në besim, është gëzimi i njohjes së lirisë dhe të së vërtetës në dashurinë e Perëndis. Është gëzimi i bërjes i denj, pjesëtari i mundimeve të Krishtit. Gëzimi shpirtëror shkon së bashku me vuajtjet shpirtërore. Është gabim të mendosh se gëzimi vjen vetëm kur ka mbaruar vuajtja shpirtërore. Gëzimi në Krishtin shkon së bashku me vuajtjet e Krishtit. Ato bashkë ekzistojnë dhe janë të ndëvarura nga njëra tjetra. Ashtu si vajtimi i bekuar për mëkatet është vajtim që sjell gëzim, ashtu dhe vuajtja në mish pranohet për shkak të gëzimit që sjell ajo në shpëtim. Apostulli Jakovi thotë: të krishterët duhet ta konsiderojnë një gëzim të madh kur ata ndodhen përballë provash nga më të ndryshmet, duke ditur se efekti i plot i besimit të tyre të qëndrueshëm është se ata mund të bëhen të porsosur dhe të plot pa asnjë tëmet. Prandaj të dashur me Krishtin
Sa që neve shikojmë një përndjekje që na bëhet nga djalli, nga shërbëtorët e tij, nga njerëzit, por dhe nga të afërmit, nuk do të shikojmë këtë si një gjë të gabuar ose sikur Perëndia ka hequr dorë nga mbrojtja. Përkundrazi, Perëndia na vlerëson që na lejojë që neve të kemi të tilla përballje me të keqen dhe t'i përballojmë ata me durim dhe me gëzim, sepse ai ka përgatitur një pagë të madhe në qiell për ne. Kështu siç veproi edhe me profetët e dhjatës së vjetër, po ashtu me apostujt, me shenjtorët, kështu do të veproj edhe me ne. Dhe gëzimi i jetës përjetshme është një gëzim që nuk ka fund kurrë. Të dashur më Krishtin, këtu mendoj ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.